të përpjekësh edhe të lodhësh për ta arritur këtë kënaqësi. Se nuk vjen fal. Nuk vjen fal. Ne mendojmë se si të fillon ti me lexu Kur'an prej bës, bismillah, me i herë duhet me nis tani me kajt, me përjetu, mu knaq, jo, dhe ndërruar. Jo, nuk është kënaqësia e adhurimit dhe ndikimi i këtij adhurimi në jetën tonë përgjithshme kaq i lirë që të fillon kaq lehtë. Është më i shtrejt. Pra ne duhet me pagu ma shumë. Ande Allahu thot, "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Në surën Ankabut, Allahu thot, ata që përpjeken, "Walladhina jahadu fina", ata që lodhen, ata që angazhohen, ata që përpjeken, ata që luftojnë me të gjitha sfida që dalin përpara, me të vetmin qëllim që të arrijnë tek ne, na gjithsesi kena me udhëzu. Gjithsesi kena me udhëzu. Gjithsesi kena me i ushqy, kena me hap kanale që i ka mbyll. Janë mbyll. Adhurimin e bën, po s'ka kanal që e sjell kënaqësinë, është mbyll. E nuk qilet ky kanal me çështë të fryme. Jo, duhet shumë me shty, duhet shumë mund me e largu atë pengesë që e ka mbyll gypin. Dërsa furnizimi është ai qarkullon, por diçka po e pengon. E atë pengesë me largu, veçanërisht tek ne që e ka trash dunjaja shumë, duhet bagi goditje vazhdueshme, me godit, derisa Allah t'jep leje çelutash. E tani vjen lirshëm. Vjen lirshëm ari i pastër që e flladit dhe e freskon zemrën me adhurimin e Allahut te barekutaala. Nuk ka pa u lodh. Allahu do me të pa ty ka munohesh, ka përpjekësh. Ai do me të pa ty se ti kënaqësinë e adhurimit e ke gjën më të rëndësishme në jetën tonë. Mi po dikush për njerëz vallahi ma shumë lodhet për me flajt, apo edhe ka sabër, po kanë smër gjumë, shosh. Ja, munohesh sillu, ka gjysë sa të rënë, mund me flajt, duhet me flajt. Interesante me flajt. Apo wallahi mund me flajt bën më shumë se që bën mund ndoshta me qëndru për Allahu xhallahu ala në kom për madhruat hapën. Në qoftë se adhurimi te Allahu xhallahu ala s'ka arrit hala më interesant se gjumi për neve. Çfarë kënaqësie do të për të Allah? Çfarë ndikimi po don ti? Kur s'ka arrit sa gjumi apo s'po flas sa gjumi. Sa një therr që të futet në gisht, s'ka arrit më mua. Një therr në gisht me ti, po kia shpesh të shkomenja, apo këtë angazhime që ka ki, gishti. E runë, mos me prej këto, më dhamë së të prejku. Me e registrojmë kokën tënde se qitë gisht nuk bënë e përdojrë mo. Sa dhamë. Apo edhe e qetë për sistemit. Apo. Edhe kur njërë nështë të pavrejtë të dënë me shpejtësi më rëmenë sa aktivizohet informata mo, se dhamë, apo. E runë gisht në. E mirë Allah, pëse se ke fut në sistem të kokës tënde se kjo zemër, apo me bo me prejkë me dunja dhem shumë, mëse përdar dunjan me zemër. Largoj, dunjan moje në dur, moje në vesh, moje në sy, moje në kom, ku dush moje? Mëse moje dunjan zemër. Se dhem shumë madhe, dhem. Që ta ata të partë, kër ka instalu, si është afru, ka thonë zbanë, dhim të është kjo. Po njëri kur të adaptohet me dhimbjen, të një mo, si ban përshtypje, se është deh vendi, andaj nuk i ban përshtypje më dhimbje që shkaktohet realisht nga prekja. Pra ne duhet t'ja kthejmë në lëndëruar, me përpjekje, me angazhim të vazhdueshëm, me xhihad të vazhdueshëm, t'ja kthejmë zemrës përjetimin që duhet ta ndinë përmes adhurimit të Allahut te barekutaala. Dhe ky furnizim nga Allahu xhallahu ala nuk vjen nga el-Muqit pa mund, nuk vjen vallahi kur. Andaj ti kur lezon përvojat e selefit në këtë drejtim, vallahi janë për neve me të vërtetë të turshme. Apo kur thonë se 20 vjet, 30 vjet ai tjetri, e ky tjetri kështu më radh, po s'ka me ditë e me muj. Apo ky s'po thot prej kur mbo shumë fal, kur ja nisa më fal. Pe çfarë ditë 20 vjet tani e munu. Jo, ai numrimin e 20 vjet ja kanë zbagi fell në Islam. A kupton? Ti do më ngjë pe asoj kur keni më 5 vaktet, 20 vjet jam të munu. Jo, Allah. Ti njëra jetë të ndesh farzat, ti njëra të ndesh punë tjera, ti halas që a ke nis
20 vjeçarën e Sufjanit Thaurit për pretimin e adhurimeve. Halasin këtë don me përgatit terrenin për këtë punë. E kur këna mja nisë? Andaj më ndëruar, pa mund nuk ka, pa lodhë nuk ka. Pa qenë i gatshëm me e pagu çmimin e këtij pretimi. S'ka pretim, haraje. Ky risk është. Sikurse njeri harro për që po fiton ulën kauç. Harre, e dim këtë rregull, po e dim. Po pse të njëjtën s'e kupton për ahiret? Harro për që përjeton kënaqësinë e adhurimit, po kënaqesh në freskinë e adhurimit, e si në gjendje me pagu çmimin e saj. S'ka kështu. Duhet me pagu këtë çmim. E cili është çmimi i saj është mund dhe përpjekje e vazhdueshme. Apo rën kom. Ka pe kohën dhe lexo. Ani spondi, unë kam lexuar. Përmend Allahu xhalla xhelalu, lufta për ta përjetu dhikrin, lufta për ta përjetu ndikimin e kësaj përmend Allahu xhalla wala, nëse Allahu të shesë po mundosh, vallahi ta çon rrezikun e zemrës shumë më shpejt se që ta çon rrezikun e trupit kur ti mundosh atë. Nga sa ai të ka kryer për çit përjetim jo për atjetën atë. Pra ta jam më shpejt. Ajo që ka unë Sufjan Thauri, për shembull, ose që ka unë tjerë 20 vjet për më kënaq, ajo kënaqësia ty është tjetër. Apo na mjaftohemi me 10% të asaj që ata kanë përjetuar. Nga se a din çfarë kënaqësie ata kanë përjetuar me adhurim? Kur u fal dikush për Allahu Akbar, kur u fal. Mas pari, kënaqësia e adhurimit tek ata ka qenë një përjetim i këndshëm, i ëmbël, që ka të kaluar të gjitha, pa përjashtim, të gjitha kënaqësitë e kësaj bote. Panon ku namazi shndrohet në asnjë kënaqësie që nuk ka përjetim këtë botë që i afrohet atë. Kaq për këtë botë. Pastaj a ka qenë ky stacioni i fundit? Ja. Kanë kaluar në asnjë faza, saqë kanë thonë mo. Kanë thonë nëse kështu është kënaqësia e xhenetit, bajagi mirë që kanë xhenet atë. Subhanallahu. Para një me rritin e të nëtësi, që xheneti që Allah ka përshkru, aje me përjetu me nëse qështu ka, një me ka mirë, një me ka buknaq ati apëtën. Kënaqësi që nuk kërkan transfer për isaj, apëtën. Nuk kërkan mu largu për isaj. Gjitha këtu, ata i kanë përjetu për mes kuna. Adhurimin të këtë botë. E pa duke luftu Allah, duke pagu çmimin e kësaj. Neve na ik një adhurimi caktuar, të ik një sasi e caktuar e përmendes Allahut azza xhalla, leximit të Kuranit kështu me radhë, edhe krejt që ka na mërzitëm është, hajri inshallah. Që kjo është ajo që na e shpejmë keqardë. Mirë po ata nëse ju ka ik diçka, kanë qenë nefsi s'ka pas hesap me a up knacin. Mos e ngucë Allah se s'ta qet. Apo nga se 5 fish e ka pagu ma shtrejt nefsi pastaj. Nefsi ti e ka pagu zhvendosën që e ka shkaktu, se vet ai keqarën që e ka ndi për humbin e kësaj kënaqësie dhe këtij pritimi.